Ngjarja që nisi si një deklaratë emocionale brenda një reality show televiziv ka rezultuar të ketë prapaskena shumë më të errta dhe të organizuara. Egla Ceno, ish konkurrente e Big Brother VIP, e cila publikisht akuzoi gazetarin dhe moderatorin Sajmir Kodra për ngacmim 25 vite më parë, është dënuar nga gjykata e Tiranës për shpifje, duke u shpallur fajtore për një akuzë që në fillim ngriti shumë pikpyetje në opinionin publik. Por pas këtij dënimi, sipas burimeve të sigurta nga mjediset të drejtësisë dhe medias, del në pa një histori e frikshme manipulimi dhe përdorimi politike kriminal, ku Egla Ceno rezulton të jetë instrument i krimit organizuar për të sulmuar një gazetar që kishte guxuar të ekspozonte korrupsionin në sistemin gjyqësor shqiptar. Sipas këtyre burimeve, Egla Ceno është takuar në qytetin e Elbasanit me gjyqtaren Pajtime Fetau, e përfshirë në afera të rënda korrupsioni dhe e lidhur me strukturat të krimit organizuar, siç rezulton nga përgjimet dhe materialet e publikuara më parë nga media. Në këtë takim, Ceno ka marrë porosi të drejt për drejt nga gjyqtarja Fetau për të sulmuar publikisht Sajmir Kodrën, duke përfshirë në deklaratat e saj pretendime të rreme me karakter denigrues. Qëllimi i këtij veprimi ishte akmarrja ndaj gazetarit, i cili prej vitesh kishte investiguar rastet e korrupsionit të lidhura me emrin e Pajtime Fetaut, dosje ku dyshohet se ajo ka marrë rishfet për lirimin e personave të dënuar për vepra të rënda. Lidhja mes Eglës dhe gjyqtarës është realizuar nga Helena Gjina, ish deputete e Partisë Socialiste dhe ish sekretare personale e Fetahut. Burimet të afërta me këtë rreth pohojnë se Gjina ka qenë ndërmjetësia direkte që ka organizuar takimin dhe ka siguruar që Ceno të aktivizojë në sulmin publik ndaj gazetarit Kodra. Ky detaj shpjegon pse deklarata e Eglës në Big Brother ishte e parapërgatitur dhe e koordinuar, jo një rrëfim spontan. Përmes një platforme televizive me ndikim të madh publik, synoi të goditej reputacioni një gazetar investigativ, të përçojë frikë dhe të dërgojë një mesazh për çdo gazetar që guxon të ekspozojë korrupsionin në drejtësi. Pas shpërtimit të deklaratës, Ceno mori një vëmendje të madhe publike, por ndërsa publiku e pasi një histori emocionale, në prapaskenë kjo ishte një strategji e organizuar për manipulimin e opinionit publik. Dënimi i Eglës nga gjykata për shpifje është një hap drejt së vërtetës, por ai nuk e mbyll historinë. Përkundrazi, ai hap një kapitull të ri.